Mjaftoi vetëm një fotografi në Prishtinë, që Egli Taku të bëhej sërish qendër e vëmendjes gjatë javës që lan pas. Sigurisht që mendimi i vetëm i ndjekësve ishte se ardhja e saj në Kosovë lidhe vetëm me gjestin, por Egli nuk zbuloi asgjë më shumë përveç këtij ngacmimi që ndezi korreshten në rrjetet sociale. Megjithatë, e vërteta qëndron krejtësisht ndryshe. Vizita e Eglit në Prishtinë nuk ishte të bëjë me jetën e saj personale, por me projekte profesionale, pra me muzikë. Burimet të sigurta bëjnë të ditur se këngëtarja ndodhen në Kosovë për arsye profesionale dhe së është në përgatitje të një bashkëpunimi muzikor, por mbetet e fshehtë se me kë ka zgjedhur të bashkojë forcat e Egli në këtë projekt të ri muzikor. Shumë nga fancat mendojnë se do të ketë një bashkëpunim me Gjestin, ndërsa pjesa tjetër mendon se do të jetë me një artist tjetër nga Kosova. Dhe për këtë, na duhet të presim derisa të publikohet, të paktën, traileri i muzikës. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se lidhja e saj me Gjestin mbetet akoma enigmë, por nga ana e tyre nuk ka asnjë lloj deklarate. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.